Gjosho, me 19-ën kena kalu disa ditë shumë kështira bashkë dhe jam krenar që kam pas për krah ty e disa njerëz me vullnetin e mirë, trima e të pa përkullun. Po jam dëshmitarën, në kanë arrestu me 14 janar, në kanë nisë në spitalin e Burgut Tiranë, aty kur në kanë marrë, në kanë fut në dush, jam dëshmitari okular i Vidor Martinit, a keni dzim, ma qafa, dherë të në kamve, ma shpinet, profil ka tjetër. Kur në kanë fut në dush, unë i kam hek i thut sampistit, si i kishte met në qafë, i kishin fut të të fët, e kishin karbonizu. Që me hanë, për ton grupit 14 janarit Dumostras Stalinit, që në ra, nuk ka ra kush i Vidor Martini ma shumë, as baras me te, as o gjysë ati. Kanë pranu, janë shnjërzu njerëzit në hetusi, që i din tjertë janë kënë gjyqë. Allah është të akuza në letrat, e kanë ra Vidor Martinin e kanë karbonizu, asi sën s'ka pranu, kërken s'ka qita, s'ka fole si fjallë. Për këtë jam dëshmitari okularë. Nga aty, në kanë që në Elbasan. Në Elbasan në kanë denu me injeksione asfiksuse në gjenje komët. Në kanë majtë aty në Elbasan janë 2 muaj. Kështu, mos në në kanë një në Elbasani, për këtë jam dëshmitarën. Që më në hu ma shumë, se Vidor Martini s'ka hanë në kush. Jam dëshmitari okularë. Faleminderit Gjosho, për një të vërtet, kjo më vlen për me ju diftu horave të Shkodrës, që s'kan hedhat i qime flokut për demokraci shqiptare. Unë jam krenar për ty e për vetën time, se me kalu në përdor të katilave nuk ashtë letë pa u korrimë. Ja, edhe i kenë maj vjetrin moshë se na. I kenë maj vjetër se na, e i rrëhturtu shumë ma shumë se na. Faleminderit Gjosho.